Kurdo. I kushtoi Albin Kurti deklarata pas mbylljes procesit zgjedhor Hajvan, që i quajti ai i pjesë të opozitës, sidomos LDK-n? Në fakt, në raport me LDK-n, siç u pa edhe dje nga deklaratat e kryetarit Abdigjiku, gjithë fushat arrogante e zoti Kurti në këto 30 ditët e para zgjedhjeve, sidomos edhe ato të pas zgjedhjeve, po dhe sjellja e tij gjatë 4 viteve në pushtet, në raport sidomos me LDK-n, u pa edhe dje ku Lidhja Demokratike të Kosovës jo se nuk do të pranojnë ndonjë koalicion me ta, po ata tashmë refuzuar çdo takim me zotin Kurti, gjë që partitë tjera, në fakt edhe Aleanca për Autonominë e Kosovës është deklaruar se nuk do të shkojnë në takim, edhe nëse ftojnë, marrin ftesë nga zoti Kurti, por siç duket ka ngelur vetëm Partia Demokratike e Kosovës, e cila deri më sot ende s'ka pranuar një ftesë të tillë, dhe të shohim nëse ata do të sfundja do të marrin pjesë në takim me zotin Kurti apo jo. Derisa partitë tjera tashmë kanë refuzuar publikisht, kam fjalën për Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Autonominë e Kosovës. Pavarësisht refuzimit të djeshëm të LDK-s, brenda LDK-s ka dhe rrymë të tjera, apo vendimi është unanim? Në fakt, brenda LDK-s ka rryma për koalicion opozitar, ndërsa në raport me lëvizjen vetëvendose, Lidhja Demokratike e Kosovës është unike për të mos shkuar në një koalicion, ose mbase as edhe në takim me aktarë të lëvizjes vetëvendose, ndërsa për brenda LDK-s ka zëra që kryeministri i takon partisë së dyrt, në këtë rast Partisë Demokratike të Kosovës, gjë që refuzohet nga kryetari aktual ose zoti Abdigjiku, i cili gati të gjitha partive politike, siç është shprehur dje edhe zëvendësja e saj zonja Dorsa Kiça Xhelili, që Lidhja Demokratike të Kosovës nuk bën koalicion me asnjë parti pa e marrë kryeministrin e vendit, gjë që nuk besoj që Partia Demokratike e Kosovës do ta tolerojë një të tillë, por kjo mbetet të shihet pas ngjarjeve që do ndodhin në vit. Në rast se është një kusht i LDK-s, atëherë deklarata e djeshme e zonjës Albëna Axhiu është një mesazh i qartë. Ona mbështesin i thot, le të themi partisë Fatmir Limajt apo edhe komunitetit jo serb, ose shkojmë zgjedhjet parakohshme. Në fakt, deklaratat të tilla janë të papranueshme nga një ministre e drejtësisë së Republikës Kosovës, të cilat bëjnë drejt për drejt siç ata theksuan shkeljet kushtetutës të vendit, por mbase mund të qenë si deklarata arrogante ditëve të fundit, duke parë që lëvizja vetëvendosje nuk e arriti qëllimet dhe tashmë ka probleme edhe me krijimin e qeverisë, ndonse veç para pak ditëve deklaronin se i kanë numrat dhe se do ta krijonin qeverinë e ardhshme të Republikës Kosovës. Këto i shoh më shumë reagim të zonjës Axhiu, po edhe të tjerëve i shoh si klithma të lëvizjes vetëvendosje për faktin që e shohim vetëm që nuk e kanë fuqinë e dikurshme siç e kanë pasur para 4 vite, dhe se një rënje ndikimit të lëvizjes vetëvendosje në Kosovë tashmë është evidente dhe po shihet edhe ditëve të fundit. Po ka një problem që ndoshta vetëvendosja e ka kuptuar që edhe opozita nuk bie dakord për ta formuar qeverinë, dhe kjo deklaratë, pavarësisht se është bërë nga Ministri i Drejtësisë, është një deklaratë dhe një mesazh politik që i dërgohet drejt për së drejti edhe zotit Limaj. Nëse s'do as ata se bëjnë do të qeverinë, do shkojmë zgjedhje, a jeni gati ju? Nga Lidhja Demokratike e Kosovës dje janë deklaruar në gjitha mediat e Kosovës ku kanë qenë prezent se nuk i druan zgjedhjeve dhe janë gati edhe për zgjedhje. Por unë edhe këto deklaratat e Lidhjes Demokratike të Kosovës i shoh më shumë politike dhe një farë mënyrë propagandë, sepse nuk mendoj që Lidhja Demokratike të Kosovës po dhe partitë opozitare do të tolerojnë zgjedhje në muajt e ardhshëm, le të themi, sepse janë edhe zgjedhjet lokale në tetor dhe që Kosova të ngjelet pa qeveri deri në tetor ose në qeveri, le të themi, siç është tani, unë nuk e besoj se opozita do të duhet ta lejoni një të tillë. Por ende nuk ka pasur ndonjë ftesë, le të themi, nga Partia Demokratike ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse ende nuk kemi ardhur tek i dyti në garën zgjedhore, domethënë te PDK-ja që t'i bëj ftesat, sepse unë mendoj që Lidhja Demokratike të Kosovës, një ftesë të Partisë Demokratike të Kosovës do ta pranojë dhe do të shkojë në takim, dhe normalisht që kërkesa atyre do të jetë pozicioni kryeministit të Kosovës, i cili unë nuk e shoh të pamundshme që edhe LDK-ja të shojë pe për pozitën e kryeministit, për faktin që dihet se këto zgjedhje sido që të jetë do të jenë kjo qeveri e ardhshme sido që të jetë do të jetë e shkurt, me mandat shkurt, le të themi më pak se 10 mujor deri në
pranverën e vitit të ardhshëm kur duhet zgjedhet presidentja, e gjë që 81 numra të deputetëve të cilët duhet të jenë prezent për të zgjedhur presidenti, nuk i ka asnjëra nga partitë politike. Prandaj unë mendoj që në këtë rast edhe partitë opozitare janë gati për të qeverisur këto 10 muaj, le të themi, por nuk e kam problem që të ngelen edhe në opozit. Por gjithçka do të varet kur, le të themi, lëvizja vetëvendose do të dështojë të krijojë qeverinë, të realizojë numrat dhe kur rendi të vijë e Partisë Demokratike të Kosovës